Unë ju e dini që unë jam vetëm kryeministër në detyrë, nuk jam kryesues i seancës konstituive, o shumë mirë që ka një seanca, më falë, a bën ta vazhdoj fjalin ose... Po mirë vetëm, po a jap fjalën sërish veç ta përfundoj nëse bën. A bën? Faleminderit. Pra, a bën ta përfundoj? Se... Jo, po s'ka nevojë, kuptoni se besoni, unë ju dëgjoj deri në fund, vetëm se mandej po ndërpritet rrjedha e mendimit, sfitoni as ju as unë, e humbet qytetari. Pra, seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon, vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk e kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës, sepse kam shumë punë si kryeministër në detyrë. Ju e dini, përveç që duhet vinë bisedime me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikun, e duhet të shkruaj letra me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën, sepse ai refuzon të takohet me mua, kam shumë punë me të gjithë ministrat dhe me projektet që vazhdojnë, sepse shteti dhe qeveria nuk do t'ja di që t'i ke takime e letra zyrtare me krerët e opozitës, e aq më pak mund të merren me çështje juridike, procedurale që i përkasin kryesuesit të seancës. Pra, padyshim që në këto orë të pasditës do ta kuptoni a do thirrët vazhdimi i seancës dhe kur. Në këto orë të mirë, urdhon edhe një herë. Po. Me qeni kryetari i Partisë më të Madhe, i keni mundat që të konstituar kuvendin, a keni emër nga lëvizja vendosje për parlamentin? Nuk është në çështje konstituimi i kuvendit nga listatura e 11 në kuptim të çfarë do dileme. Ne i kemi 62 deputet. Ne kemi mundësinë që me njëherë ta zgjedhim edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryesinë e kuvendit, edhe të më zgjedhin mua kryeministër. Por nëse nuk e kemi të zgjedhur çështjen e presidentit, po shkojmë përsëri drejt zgjedhjeve të reja. A ka ndokush prej juve që i don zgjedhje të reja? Lërni që pyesë edhe unë, më në fund një herë. Po, jo, pyetja ime ishte shumë konkrete. Pyetja ime ishte shumë konkrete, nderuari gazetar. A ka ndokush prej juve që don zgjedhje të reja? Askush pra. Po, në emër qytetarëve flasin deputetët. Pra, asnjëri prej juve, siç u po, në emër të opozitës flasin deputetët të opozitës. Pra, asnjëri prej juve këtu sot që jeni bashkë me mua nuk jeni për zgjedhje të reja. Askush nuk i do zgjedhje të reja. E ne pa u marrë vesh për çështjen e presidentit, nuk ka mundësi të evitojmë zgjedhje të reja. Prandaj çështja kryesore është, a ka marrëveshje për president? Nëse s'ka marrëveshje për president, besoni, e kotë është zgjedhja e kryesisë kuvendit, kryetarit kuvendit dhe qeverisë. Pa marrëveshje për president kemi zgjedhje të reja. Faleminderit shumë.